Përshëndetje, jemi në një orë mësimi virtuale në lëndën e fizikës për klasën e 9 dhe tema që do të kemi për sot është punë praktike, hulumtimi i përthithjes së rrezatimit termik. Rezultatet e të nxënit për këtë orë. Nxënësi kupton që materialet e ndryshme e përthithin në madhësi të ndryshme rrezatimin termik. Nxënësi rendit materialet nga ai që e përthith më pak rrezatimin termik deri tek ai që e përthith më shumë atë. Fjalët kyçe në këtë veprimtari praktike do të jenë rrezatimi infra i kuq, gaze ser dhe efekti ser. Burimet. Teksti fizika 9 dhe fletore pune. Mjetet që do të përdoren për këtë veprimtari që nevojiten janë ndriçues tavolinë me llamp inkandeshente, termometër me shkallë nga 0 deri në 100 gradë Celsius, material copë rezistent ndaj nxehtësisë, materiale të ndryshme me ngjyra, materiale të bardha të zeza, fletë metalike dhe fletë. Atëherë, hapi i parë i procedurës do të jetë: 1. Do të mbulojmë rezervuarin e termometrit me njërin nga materialet dhe e vendosim atë në tavolinë mbi copën me nxehtësi duruese. 2. Ndezim llambën dhe pozicionohemi mbi rezervuarin e termometrit dhe vrojtojmë se ç'ndodh. 3. Vendosim si do të hulumtojmë se cili nga materialet e përthith më shumë ose më mirë rrezatimin termik. Ne mund të zgjedhim që të matim temperaturën çdo minutë për një kohë të caktuar, për shembull për 5 minuta. Mund të matim kohën që duhet që temperatura në termometër të rritet nga temperatura e dhomës, për shembull 200 gradë Celsius në një temperaturë më të lartë të caktuar 220 gradë Celsius. C. Ndezim llambën për një kohë të caktuar, për shembull 3 minuta dhe të shikojmë në termometër se sa rritet temperatura. Vazhdojmë me eksperimentin ton. Pasi zgjedhim njërën nga këto mënyrat, do të ndërtojmë një tabelë të përshtatshme për rezultatet tona. 5. Do të shënojmë rezultatet tona në tabelë. 6. Hedhim rezultatet e tabelës në fletën grafike. 7. Përcaktojmë nga paraqitja grafike cili nga materialet e përthith më mirë rrezatimin termik. 8. Renditi materialet nga ai që e përthith më pak rrezatimin termik deri tek ai që e përthith më shumë rrezatimin termik. Detyra që do të keni për këtë veprimtari praktike do të jetë: 1. Do të plotësoni në veprimtarinë në fletore. 2. Do të nxirrni përfundimet dhe detyrën postojeni në Padlet. Dhe 3. Përgatisni një fletë palosi që shpjegon se ç'është ndryshimi i klimës dhe lidhja me gazet ser dhe rrezatimin infra të kuq. Duke ju falenderuar për vëmendjen, mirupafshim dhe punë të mbarë.